Mirëmbrëma. Menjëherë mbasi goditi Venezuelën pa kaluar, pa u mbushur muaj, njësi të mëdha të flotës Shtetet Bashkuara kanë filluar i afrohen gjirit persik, i afrohen Iranit. Ndërkohë një aeroplan mbajtësa Abraham Lincoln bashkë me grupin mbështetës të saj është gati për të goditur. Ndërkohë, kryeministri Rama ka bërë një vizitë në Izrael, një vizitë e rangut të lartë, sepse është shpritur me një ceremoni zyrtare të plotë. Natyrisht ka pasur edhe marrëveshje dhe flitet edhe tek neve që ka një sër marrëveshjes për rindërtimin e industrisë së armatimit. Me sa duket bota po rreshtohet, sepse edhe kryeministri Netanyahu kishte deklaruar që nëse Irani guxon që të na godasi, përgjigja do jetë shkatruese. E ndërkohë Evropa është ende e pa orientuar. Me sa duket, po shikojnë si një mënyrë për të ruajtur paqen e 80 vjetëve të shkuara, me një lidhje me Kinën, dhe këtë e tregon edhe fakti që Kanada ka lidhur një marrëveshje me të, gjithashtu edhe kryeministri britanik ka shkuar në Kinë, aktualisht është një vizitë zyrtare. Për diskutuar rreth gjithë kësaj tematike, unë kam të ftuar këtu zotin Roland Bimo, ambasador. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë, nisën e emisionit është pak si dramatike, por do doja të dija nga ana juaj, u mbyllën hesapet në Venezuelë, sepse thuhet që shumë shoqëri të naftës, përveç Shell-it, e cila më duket është aty, apo Exxon Shell. Njëra është aty që prodhon 300.000 fuqisë nafte, të tjera nuk kanë pranuar të shkojnë sepse nuk na pëlqen nafta venezueliane. Thonë neve se kemi më teknologji, është vjetruar ajo teknologji për punonim atë. Dhe sa duket ja kanë vënë syrin Iranit. Dhe flota po zhvendoset drejt Iranit. Ndërkohë, presidenti Trump, i cili mendohej si një president i paqes, brenda një viti ka bërë 7 luftra. Të paktën 7 goditje, 7 strike, si mund të quhen. Si e shikoni juve këtë qasje ndaj Iranit? Do kemi një luftë e cila natyrisht nuk mund të jetë si një luftë ndaj Gazës, ndaj Venezuelës ose ndaj një shteti tjetër 20-30 milionshë. Bëhet fjalë për një shtet i cili është lider i shitëve, është 90 milion, është në një pikë kyçe, në një rajon kyç, me një të kaluar perandorake i vetëdijshëm për historinë 2700 vjeçare të dokumentuar. Kështu që si e shikoni ju gjithë këtë zhvillim? Irani është sot vendi pika ku ndërthuren pothuajse ndërthuren jashtëzakonisht shumë interesa dhe është epiqendra e të gjithë gjeopolitikës botërore. Do të thënë, aty ndërthuren interesat e fuqive të mëdha, në qoftë se do bëjmë dakord që në mënyrë konvencionale sot 3 janë fuqitë të mëdha, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Rusia dhe Kina, secila në të drejtën e vet. Natyrisht Shtetet Bashkuara të Amerikës janë fuqi absolute në të gjitha dimensionet. Rusia mund të quhet si fuqi botërore ushtarake, ndërsa Kina është një fuqi në rritje edhe teknologjike dhe ekonomike dhe gradualisht edhe ushtarake. Aktorë të tjerë të përfshirë në Iran janë evropianët, pastaj brenda evropianëve janë dikush më shumë, dikush më pak, mund të jenë britanikët, mund të jenë gjermanët. Dhe padyshim është Izraeli. Se si harmonizohen interesat e këtyre të gjithëve, të fuqive të mëdha, të fuqive rajonale, të pozicionit gjeografik dhe ekonomik dhe të burimeve pasuronore të Iranit, është një përzierje e jashtëzakonshme që nga vendosja apo nga mos vendosja sipas një logjike të caktuar, gjitha këtyre elementeve mund të arrijë konkluzione të ndryshme, jo patjetër të gabuara, po të ndryshme. Domethënë, në qoftë se do themi që interesat e Bashkimit Evropian, të Evropianëve, të Amerikanëve, të Izraelit koincidojnë, janë të përbashkëta, siç jemi mësuar të quajmë neve perëndimin deri para pak kohësh, dhe to interesa përplasen me ato të Rusisë dhe të Kinës dhe të Iranit, pra do themi që perëndimin janë dhe fuqitë e tjera kundërshtarë të tyre ideologjike, po ndoshta edhe jo vetëm, të arrinë një konkluzion të caktuar. Por kam përshtypjen që kjo lloj renditje e interesave nuk do na çonte në një konkluzion sa më afër të vërtetës apo të asaj që po ndodh. Sepse ne shpesh themi Shtetet Bashkuara të Amerikës duke presupozuar
që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë monolit, janë një zë në atë që thonë dhe bëjnë politikën e jashtme, por nga sa shikohet dhe nga sa ka premtuar dhe zoti Trump në fushat elektorale dhe si e zbërthejnë shumë njerëz, për cilët unë kam respekt dhe besoj në ekspertizën e tyre, politika që po përpiqet të ndjekë zoti Trump jo domosdoshmërisht është ajo klasike amerikane në rajon, dhe jo domosdoshmërisht është e lidhur e përputhet me interesat e Izraelit, dhe jo domosdoshmërisht përputhet me interesat e Bashkimit Evropian. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë bërë shumë herë të qartë që nuk janë të interesuar në një ndryshim regjimi në Iran, edhe gjatë luftës 12 ditore të qershorit vitit kaluar, edhe në momentin kur u ndërmor aksioni për bombardimin e bazave të prodhimit të pasurimit të uraniumit. Presidenti Trump më së njëherë ka thënë që me iranianët do ishte i predispozuar që të bënte marrëveshje, janë një vend i zhvilluar me burime natyrore dhe burime njerëzore, nuk jemi të interesuar në ndryshim regjimi. Pra, sipas asaj që mendoj unë, dhe më bazuar në shumë burime që vinë nga vendet ndryshme, interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe interesat e Izraelit në Iran nuk konvergjojnë shumë, sepse për Izraelin Irani është rrezik ekzistencial. Për Shtetet Bashkuara të Amerikës, Irani është një fuqi diku në fund botës që vërtet mund të thotë vdekja e Amerikës nga mjesi deri në darkë, por nuk është në gjendje të bëjë absolutisht asnjë gjë Amerikës, edhe sikur të jetë i interesuar, jo që nuk është i interesuar deri më sot, përveç retorikës fetare, satani apo etj. Si shohim neve, kemi qenë më tegër neve. Domethënë, realisht Shtetet Bashkuara të Amerikës as ju shkon në mendje që Irani mund të përbëjë një rrezik, siç është për Izraelin. Nga ana tjetër, ai që mundohet të fusi Shtetet Bashkuara të Amerikës në luftë kundër Iranit është Izraeli në radhë parë. Dhe kjo është gjëja më interesante që mendoj unë po zhvillohet në ditët e sotme. Domethënë ndarja e ashtu quajturës perandoria amerikane nga perandoria e perëndimit, apo nga perandoria britanike, apo nga globalistët dhe sovranistët. Domethënë më grirë ishte mbi emri atij zotnis, por emri s'po më kujtohet eksakt, Gjaja Somi më duket, i zyrës së përfaqësuesit tregtar të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka bërë në Davos para disa ditësh një zbërthim jashtëzakonisht elokuent dhe elegant ku është ndryshimi midis këtyre dy ideologjive, të paktën në fushën ekonomike. Zoti Trump dhe pasuesit e tij, një pjesë e mirë e ekipit që ai ka sjellë me vete, por që jo patjetër mendojnë pjesa tjetër jo detyrimisht mendojnë si ai, dhe kur thash nga Shtetet Bashkuara të Amerikës duket sikur ka një mendim monolit, por në fakt janë dy ose më shumë politika që vinë. Një është atyre deep staters që i quhen Trump, ata që ka gjetur në aparatët dhe këta që kanë ardhur. Zoti Greer para më pak se një javë tha ne duam t'i kthehemi ekonomisë politike të Shtetit Bashkuar të Amerikës përcaktuar nga Alexander Hamiltoni që në fillim të shekullit 19, ku primare nuk është tregtia e lirë, e cila është tregtia e lirë është produkt i mentalitetit globalist kolonial britanik të imperiumit të Britanisë Madhe, ndërsa sipas këtia, këta janë të prirur që të rikthejnë ekonominë politike amerikane, ku ekonomia i nështrohet interesave të shtetit. Ekonomia është për t'i shërbyer shtetasve të vetë dhe jo të fitoj kush prodhon më mirë dhe kush prodhon më lirë dhe kush që duke frymëzuar ekonominë e lirë të tregut dhe pa taksa dhe pa tarifa, gjithë shvendosja e kapitalit dhe mallrave bëhet duke mos pasur parasysh fare interesat e shteteve apo të antarëve të atyre shteteve, të kombeve të atyre shteteve, por kryesisht kompanitë mëdha dhe bankat dhe sektorin dhe të themi shtresin e oligarkisë. Zoti Trump dhe ekipi i tij mendon që është më mirë për Shtetet Bashkuara të Amerikës të rikthejnë industrinë që kanë pasur, apo modelin ekonomik i cili fuqizon industrinë vendase. Dhe po të shikosh industria, se kjo çështja e ekonomisë amerikane përkthehet në mënyrë direkte në aftësitë e Amerikës për të bërë luftë, qoftë për të mbrojtur interesat e vetë në shkallë globale apo për të mbrojtur edhe vendin e vet. Nëse sot raporti industrial SBA-Kin është për një anije që mund të ndërtojnë amerikanët, kinezët ndërtojnë 300. Për ato të ashtu quajtur rare earth që kinezët kontrollojnë 90% dhe amerikanët kanë përshtypjen nuk kontrollojnë absolutisht asnjë gjë se ato 10% i kanë vendet tjera. Pra në shumë sektor të ekonomisë janë shumë mbrapa si bazë industriale.
bën që në rast se do të ketë një konflikt armatosur nesër pas nesër, çka që është shumë e mundur të ngjasi, nuk ka, megjithëse po mundohen fuqitë e mëdha SBA, Rusi, Kinë të bëjnë çështë e mundur që ky konflikt të mos ndodhi midis tyre, sepse do ishte katastrofik për ata vetë, edhe për globin, por nuk e përjashton dot mundsinë. Kinezët unë nuk i shoh pavarësisht gjuha që përkthehet e neve, se palli dhe një lajm, një tentativë për gru shteti, një njësit i ushtrisë sulmoi hotelin ku rinte Xi Jinpingi. Mu duk si një lloj përgatitje për defaktorizimin e Kinës, për të krijuar një imazh që është një shtet i pakontrolluar, shtet i cili nuk është në gjendje që të ruaj, le të themi, balancën politike me atë ekonomike. Ndoshta për të trembur investitorët. Po nuk e shoh Kinën shumë entuziaste për luftë, pavarësisht se si përkthehet në perëndim. Absolutisht, domethënë kinezët nuk janë ende aty ku do donin të ishin që të bënin luftë, edhe në qoftë se do të kenë menduar ndonjëherë për luftë. Nuk besoj që kinezët janë të interesuar për luftë, sepse po fitojnë garën, dhe ai që fiton garën nuk e pse ta prishin lojën. Pra kinezët janë në avancim teknologjik, ekonomik, ushtarak, në gjitha drejtimet janë përpara. Nuk i intereson, sepse në këto momente kur zotnia që është në fuqi në Kinë me emrin Xi Jinping, presidenti i vendit, zhvillon një fushat për të luftuar korrupsionin në radhë të ushtrisë, që është problem gjigant, që ndoshta e prodhon edhe vetë sistemi, për të thënë sistemet zakonisht të centralizuara janë të destinuara të prodhojnë korrupsion. Por ata kanë mënyrën e tyre të punuarit, menduarit dhe të luftuarit edhe të korrupsionit. Dhe fakti që, ne sot kemi një fushat në perëndim që burgosja apo degradimi i dy ushtarakëve të lartë është fundi botës për Kinën, tregon këtë, ndërkohë që ka dhe një gjë fare të thjeshtë që tregon që jeta vazhdon normalisht në Kinë, që në një moment caktuar ai që është përzierë në korrupsion i dalin lakrat në shesh dhe merr dënimin e merituar dhe jeta vazhdon. Historia më e shitur në perëndim është që i hoqi sepse nuk ishin dakord që të sulmonin Tajvanin në 2027. Domethënë çdo gjë mund edhe të jetë, nuk po them, por arsyetimi nuk të çon atje. Edhe një akuzë tjetër ishte agent amerikan. Në çdo rast, jetojmë në një kohë kur dezinformacioni, misinformacioni, i qëllimshëm apo i paqëllimshëm është në shkallën më të lartë dhe me sa duket kështu ka qenë gjithmonë. Bota ka qenë gjithmonë në këtë luftën informative, domethënë ndoshta kur flasim më mbrapa për Izraelin mund të themi diçka. Patjetër, po i themi asaj strategjisë Trump. Strategjia e Trumpit është pikërisht që ata duan që të kenë të rikthejnë Amerikës aftësinë produse, sepse sot nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës do përfshiheshin në një luftë si ajo e Ukrainës, war of attrition, domethënë që e shkatërimit fizik, lufta e trinçeve e llogoreve, nuk do ishin gjendje ta zgjasin sepse nuk kanë kapacitet prodhues, domethënë nuk mund të jenë të përfshirë në një luftë afatgjatë. Dhe kjo ka arsyet e veta shumë interesant po ta zbërthesh pse doktrina ushtarake e Shtetit Bashkuar të Amerikës mbas luftës në Vietnam ka ndryshuar nga ajo ushtrive masive për të bërë luftë frontale në shock and awe, që thon goditje dhe respekt për atë që godet. Pra sot amerikanët pothuajse kanë shkurtuar shumë operacionet e këmbçorisë dhe kanë përsosur te masë të gjithë çka të bëjë nga ajri dhe nga deti. Domethënë janë në një diferencë të jashtëzakonshme nga shtetet e tjera për sa i përket aftësive për të bërë luftë nga ajri dhe nga deti. Po në fund ditës lufta fitohet nga ushtari në terren, nuk fitohet as nga toka, as nga Zhukovi ka thënë fiton çizmi nga ushtarit. Kështu që në këtë këndvështrim, vim ke Irani, se pyetja ishte për Iranin, çfarë po ndodh. Krijohet përshtypja që zoti Trump duke qenë në presionin rreth parë nga lobi izraelit Shtetet Bashkuara të Amerikës, i cili bën dhe ç'bën politikan dhe fare mirë në nëntor mund ta përmbysi të gjithë raportin pozitiv që ka Trumpi me influencën e jashtëzakonshme që ka. Pra lobi izraelit është ai që punon për Izraelin për interesat që shkojnë në drejtim të goditjes së Iranit. Nga ana tjetër, Shtetet Bashkuara të Amerikës janë fare koshient që po pas saj çfarë vjen. Domethënë nga sa kuptohet si thon dora rezervë, karta rezervë e këtyre që janë për ndryshimin e regjimit në Iran është djali i Shahut, i cili për hir të vërtetës për sa kohë do sillet nga perëndimorët në pushtet atje, jo vetëm që nuk gëzon një reputacion sepse janë ndej gjallë ata që kanë vuajtur pasojat e Reza Palevit,
Por edhe ky veti, sjell nga fuqitë e mëdha, është një person i cili nuk do të gëzonte ndonjëherë respekt. Pra do të rezultonte një situatë kaotike dhe një vend që del jashtë kontrollit. Si Irani nuk është një gjë e lehtë për të menaxhuar në atë rajon goxha turbullt. Nga ana tjetër, kontradikta më e madhe për cilën kalon administrata amerikane, e cila është ndarë në dy pjesë. Një pjesë janë zoti Trump me pasuesit e tij, një pjesë tjetër janë paraçikët, të cilët janë më të lidhur me globalistët që janë europianët. Çfarë interesesh kanë europianët në Iran? Mos harrojmë që në luftën e qershorit, zoti Merz tha Izraeli është atje për të bërë punët tona të pista. Kështu që vërtetoi edhe një herë tezën që Izraeli është një krijesë e globalistëve për të mbajtur në kontroll atë zonë të lindjes mesme, e cila është shumë e pasur në minerale dhe është në pozicion strategjik. Goditja tjetër që mund të ishte me interes për perëndimin, po jo detyrimisht për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është pengimi i korridorit veri-jug. Domethënë Irani është eksakt shteti në për cilin mendohet se do të kalojë korridori veri-jug, do të lidhë Rusinë me detin Indian dhe do të jetë një rrugë tregtare me rëndësi të jashtëzakonshme. Dhe së bashku kjo, tash po kalojmë në një dimension tjetër, por janë të lidhura të gjitha. Ky korridor veri-jug së bashku me rrugën e Arktikut që po hapet, do të nxjerrë jashtë loje të gjithë sistemin e ndërtuar nga Imperium Britanike të atyre ngushticave që kontrollojnë të gjitha rrugët e transportimit të energjisë, që nga kanali Suezit, ke Bab el Mandebi, ke Gjiri i Hormuzit, ngushtica e Malakës, e kështu me radhë. Po ta shikosh në hartë, gjitha këto janë pika që i kanë pasur në kontroll Perandoria Britanike, me anë të cilave kontrollonte pothuajse gjithë tregtinë botërore. Thalassokracia që quhet, aristokracia e detit. Po. Në momentin që ke një rrugë tregtare veri-jug nga Rusia përmes Iranit del në detin Indian, në Oqeanin Indian, dhe rruga e Arktikut, atëherë gjithë rëndësia strategjike e këtij komunikimi përmes ngushticave dhe përmes atyre pikave ku në fakt më pas edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë përdorur këto pika të ngushta, këto ngushtica për të ushtruar presionin e tyre mbi rivalet në kohën e luftës së ftohtë me Bashkimin Sovjetik, por edhe më mbrapa edhe me Rusinë edhe me Kinën. Pra nuk është se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë qenë pjesë, por tash po jetojnë momentin ku po duan të ndahen nga kjo historia e politikave britanike, sepse ka një gjë që mund duket si egzageruar, por është jashtëzakonisht thjesht kam përshtypjen për të kuptuar. Koston e këtyre shpenzimeve për të mbajtur këtë rend botëror paguajnë amerikanët. Pra gjithë flota amerikane, po çikosh edhe në Venezuelë, edhe në Iran, edhe në një vend tjetër, edhe në një vend tjetër. Dhe tashti me atë borxh të jashtëzakonshëm që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës, me këtë situatë ekonomike që kanë, me këtë ndryshim të strukturës sociale për shkak të eksportimit të bazës prodhuese industriale, nuk kanë më para për të mbajtur këtë industri. Dhe historikisht, të gjitha perëndoritë kanë ardhur në pikën e ndryshimit të tyre, kur kanë filluar të mungen parat për të paguar ushtrinë, për të paguar shërbimet e ndryshme, si imperium që janë mbajtur deri më sot. Pra, në Amerika kohë, që në kohën e Obamës ka filluar të ndihet që po harxojmë më shumë se sa po fitojmë. Zoti Trump e gjen situatën të tillë ku ky disnivel midis atyre që harxojnë dhe atyre që fitojnë është jashtëzakonisht i madh dhe do mundohet të shkurtohet. Mendoni që në Iran do kemi vetëm një luftë siç ishte ajo 12 ditore, domethënë godit dhe largoju, po sikur nuk duket afrimi i gjithë këtij dispozitivi ushtarak aty. Dhe kam frikë se Amerika mund mbesë edhe në një batak lufte. Nuk përjashtohet mundësia, varet se kush do të ketë upper hand. Sepse Izraelit i intereson një Iran ku mbizotron kaosi, si në Irak, për shembull. Gradualisht Izraeli mund të padyshim është fuqia me një diferencë të madhe, më e madhe ushtarake, ekonomike dhe gradualisht edhe politike në rajon. Kështu që në fund të ditës, nëse do të jetësohet ajo që gradualisht po quhet Pax Judaika, do ishte interesuar që të kishte paqe në atë rajon të botës, dhe vetëm që shtetet ishin në marrëdhënie të mira me të dhe ai si hegemoni i rajonit të mbante në kontroll qytetarën, kështu që nuk do ishte dhe aq i interesuar për një Iran të dalë jashtë kontrolli, ku grupe të ndryshme duke përfituar nga mundësirat që i jepen nga kaosi, t'i bënin dëm Izraelit. Kështu që sa që është i interesuar për të rrëzuar këtë regjim në Iran, aq të interesuar që gjërat jenë brenda një
norme dhe rendit caktuar, mos ketë kaos si ai që pasoi në Irak apo dhe në Siri për një farë kohë. Kështu që po vendimtarja, kam përshtypjen që pyetja juaj për herë dytë insiston në atë që çfarë do ndodhë, në çfarë shkallë do jetë përfshirja e Amerikës me Iranin. Unë besoj që do varet shumë nga kush do të fitoj duelin brenda Amerikës midis globalistëve në Amerikë dhe sovranistëve. Pra nëse zoti Trump do jetë në gjendje që t'ju imponohet aparatçikëve, por edhe një pjesë të Senatit, se mos harrojmë që vërtet zoti Trump luan golf me Lindsey Graham dhe e ka mik, po janë dhe armiq për vdekje, sepse kur ishte puna në luftën 12 ditore, Lindsey Graham thënë nëse nuk bën si i themi ne kemi 75 vota në Senat dhe e bëjmë impeach presidentin, domethënë e shkarkojmë. Kjo është si ajo loja në politikë e famshme që kush janë shkallët e armikut, nuk e di e ke dëgjuar apo jo, dhe ke armik betuar ke dhe shok partie. Shoku partisë është shkalla sipërore e armikut, edhe këta që janë shumë shok dhe lozin golf, kur vjen puna për interesat e tyre politike, nuk janë më shok, po janë armiq për vdekje. Dhe në këtë rast, zoti Trumpi duhet të lundrojë në ujëra tmerrsisht të turbullta, nga një anë paraçikët, nga një anë pjesë e Kongresit, nga ana tjetër lobi izraelit, nga ana tjetër europianët që për 1 milion arsye nuk po gjejnë dot asnjë lloj mundësie për të marrë vesh me zotin Trump, sidomos për çështje kryesore siç është lufta në Ukrainë. Kjo në vend që ti ketë aleat, siç i ka pasur deri tani, këta po mendojmë për NATO-n europiane, që janë koncepte groteske, sepse nuk ka si të funksionojë NATO europiane, se gjithë struktura e NATO-s është amerikane. Këto europianët janë një këtu, një atje, një këtu, nuk bëjnë dot strukturë mbrojtje e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po për të mos kaluar nga tema në temë, unë besoj që zoti Trump i ja ka dalë, pavarësisht që si shtat dhe juve me të drejtë, ka goditur Nigerin, Houthi. Reprezalje kanë qenë, s'ka qenë tamam luftë. Deri më sot, sidomos Venezuela, është një shembull shumë i ajo që ndodhi në Venezuela, domethënë rrëmbimi i presidentit apo arrestimi, çfarëdo që ta quajmë. Ishte një ndërhyrje shumë e kufizuar. Nuk mund të themi që kishte të bënte me ndryshim regjimi. Nuk mund të themi që kishte të bënte me ndryshimin e të gjithë strukturës qeverisë në Venezuelë. Dhe ajo që i më shohet jashtëzakonisht pak se njerëzit janë sidomos shtypi, dhe kam përshtypjen që edhe shtypi në këtë rast është goxha i instruktuar se çfarë qëndrimi të mbajë. Po të shikosh nga Venezuela në Kubë janë një grup i ishujsh me Virgin Islands, Bahamas, me Cayman Island dhe atje, të cilat janë të gjitha paresa fiskale që janë marrë me pastrime parave. Dhe zoti Trump, kur do të godasi kartelet e drogës që po bëjnë hatan me jeta njerëzish në Amerikë, nga 75.000 deri 100.000 veta që vdesin në çdo vit, djemë të rinj apo vajza të re amerikane, mendon që rruga më e mirë për të përballuar me këtë problem në drogës është të këpusi fijet e pastrimit parave, se atyre kontrabandistëve të drogës, po ju preve mundësinë që të pastrojnë parat, nuk kanë më dollarët në përxhepa, s'kanë asnjë vlerë, vlerë kanë kur shkojnë nëpër banka. Dhe Venezuela duket shumë që është pjesë, është hallka kryesore e një goditje që amerikanët mundohen të japin të gjithë kësaj që quhet shadow banking, Shadow banka. Shadow bank, bankat në hije, bankat në errësirë. Dhe ka pasur state of bank. Dhe ka një të dhënë, që ndoshta duhet verifikuar, po më shumë për të bërë argumentin se sa për tu mahnitur mbas shumës, janë rreth $240 trilion që qarkullojnë jashtë Shtetet Bashkuara të Amerikës pa kaluar përmes sistemit federal. Dhe ato qarkullohen përmes City of London dhe në çdo transakcion që bëhet me këto $240 trilion, City of London ka pjesën e vet, sepse është hubi, është ajo magazina, është qendra ku bëhen transaksionet financiare. Nuk po duhet të futem në shifra, po vetëm në konceptin se si funksionojnë bankat në hije jashtë sistemit financiar amerikan, të cilat në një farë mënyrë zoti Trump po mundohet që t'i fusin kontroll, dhe për t'i futur këto në kontroll, mundet që bëri këtë lëvizje që bëri në Venezuelë, nëse pastaj mund të bëjë një gjë në Iran apo diku në një vend tjetër. Por unë mendoj që është e rëndësishme të mbahet parasysh që interesat amerikane me interesat europiane dhe izraelite nuk janë të njëjta. Dhe në mënyrë të veçantë interesat amerikane të përfaqësuara nga zoti Trump dhe shpura e tij apo njerëzit që e përkrajnë. Vetëm 2 fjali. Zoti Trump ka mbi shpinën e tij përgjegjësinë për vrasjen e Qasem Sulejmanit, ka përgjegjësinë për sulmin e 25 qershorit vitit kaluar, dhe shumë afër një goditje tjetër. Po ama po ti shikosh, sulmi 25 qershorit dhe gjithë lufta e 12 ditëve duket si një luftë
e komanduar. Pra, ata i thanë 48 orë përpara që shikosin do godasim në këto pika, ata morën ato lëndët që kishin atje dhe pajisjet më delikate i shpërngulën në quan e një tjetër, pastaj iranianët i thanë në do godasim filan bazë, kështu që hishini nga ato që keni njerëz apo pajisje nga baza në Katar, ata quan ca raketa që ranë atje, dhe në fund fare zoti Trump i tha faleminderit që u morën vesh, domethënë, po të shikosh gjuha që ka përdorur zoti Trump mbas luftës 12 thotë ne tashmë e shkatërruam gjithë programin bërthamor dhe me këtë fjali i heq të gjithë të drejtën Izraelit që të kërkojë që të bëhet luftë përsëri në Iran sepse Izraeli kishte si sebeb shkatrimin e programit bërthamor. Pra ne do shkojmë në Iran, do ndrojmë regjimin dhe do shkatrojmë programin bërthamor të Iran, prandaj po shkojmë. Dhe zoti Trump kam përshtypjen me goxha elegancë diplomatike ja heq këtë argument nga tavolina dhe thotë përse do bëjmë luftë me Iranin kur ata nuk kanë më kapacitete bërthamore dhe po ta shikosh gjithë retorika e këtyre ditëve është që ka zëra që po forcojnë me raketa balistike, ka zëra që ne presim të konfirmohen. Po u konfirmuan Irani ta ketë shumë keq punën. Unë i them që të bëjmë një marrëveshje me njëri tjetrin. Ka filluar përgatitja psikologjike. Po, por nga ana tjetër është edhe luftë psikologjike për më shumë për të neutralizuar presionin që ushtrohet gjithkohon ndaj tij për të goditur Iranin. Kështu që nëse do ja dali dot ta çmangi këtë lloj presioni, nuk do ketë luftë. Shanset janë që të mos ja dali dot. Më ka bërë përshtypje që Irani është pjesë e traktatit mos përhapjes armëve bërthamore, pra pavarësisht flitet që po zhvillon programin bërthamor, Irani pretendon që zhvillon për arsye paqësore. Në fakt, ata kanë nënshkruar traktatin për mos përhapjen e armëve bërthamore. Ambasador, më bëri përshtypje vizita e Ramës. Domethënë një vizitë e cila për mendimin tim kalon përtej atyre 300 izraelitëve që shfëtuam ne gjatë luftës dytë botërore. A ka diçka që flë? Okej, një përritje e madhe, Rama është në vitin e 13 në pushtet. Mund ta bënin edhe më parë. Ka pasur edhe momente kur mund të ndizeshin këto fanfara, por në vitin e 13 e presin me një ceremoni të plot. Një kohë që është një vit ku më tepër se kur duket që do ketë një përplasje në lindjen e mesme. Patjetër që vizita e kryeministit është një ngjarje e shënuar në jetën e tij private, personale, karrierën politike, për Shqipërinë, për marrëdhëniet midis dy vendeve. Por po të shikosh se çfarë përfitojnë vendet nga kjo vizitë, unë do thosha që Shqipëria nuk përfiton pothuajse asgjë. Ndërkohë që Izraeli është në pikën e vet më të ulët që ka qenë ndonjëherë në historinë e tij për sa i përket prestigjit që kanë në botë. Pra ka humbur totalisht çfarë do lloj lufte propagandistike dhe narrativi është sot jashtëzakonisht kundër Izraelit dhe s'ka si të jetë ndryshe. Po them që ka humbur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, nëse ka pasur 50% mbështetje për Izraelin para 3-4 vjetësh, përpara 7 tetorit 2023-sit, sot fiton me një pikë simpatia që amerikanët kanë për palestinezët sesa për izraelitët. Pra në Shtetet Bashkuara të Amerikës është në pikën më të ulët dhe është jashtëzakonisht shqetësuese për jo më kot kryeministri i Izraelit ka angazhuar gjithë lobin e tij për të bler TikTok, për të bler CNN, për të bler këtë, për të bler atë, për të organizuar influencers se çfarë duhet thonë. Dhe shkon puna deri atje sa një Shlomo Kramer është ekzekutivi i një kompanie, tash s'po kujtohet emri i kompanisë izraelite, thotë që ju në Amerikë duhet të rishikoni amendamentin e parë të kushtetutës sepse jo kushdo mund të shprehë si të ketë qef në mediat sociale, domethënë ne duhet kemi kontroll për këtë. Pra, gjërat kanë lëvizur jashtëzakonisht shumë në sferën e propagandës. Në këtë moment kam përshtypjen që të vetmet vende ku Izraeli pritet dhe për cilët është SBA, Shqipëria dhe për çudi Serbia. Domethënë nëse ke parasysh presidenti i Izraelit kur bëri vizitë në rajonin tonë, erdhi në Shqipëri dhe vajti edhe në Serbi. Pra, në këtë këndvështrim, se si e shikojmë neve vetën tonë, ne jemi më të bukurit e botës dhe më të mirë të botës. Problemi është si na shikojnë të tjerë dhe në këtë këndvështrim, se si na shikojnë në jashtëquajtur jugu global, shtetet Amerikës Latine, të Afrikës, apo dhe të Azisë Juglindore, etj. Në këtë moment, kur 80-85% ndonjëherë edhe më shumë, kur vjen puna e popullit Izraelit kur pyetet, thotë që ne duam një Izrael pa palestinez. Domethënë, dhe janë dakord me atë që ka ndodhur. Në këto kushte
shoqëria me një person qoftë edhe nga ana thjesht teknike, kryeministri i Izraelit është i kërkuar nga gjykata e ICC, gjykata ndërkombëtare e krimeve për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Thjesht në këtë këndvështrim, patjetër që për ata është shumë mirë, që dikush një udhëheqës si Joni që ka një lloj reputacioni ndërkombëtar, ju bën mirë. Ne nuk më duket se po fitojmë në një gjë në gjithë të histori. Ndërsa atyre ju bëhin mirë për faktin që kanë... Pjesa tjetër që mendoj unë se është akoma më e rëndësishme, se deri këtu jemi në kepamja. Substanca është përfshi bordin e paqes, përfshi qëndrimet tona këtu e atje, si qëndrojmë neve në raport me Bashkimin Evropian. Pra, shpesh njerëzit bëjnë pyetjen, ku do jemi neve kur të grindet Amerika me Bashkimin Evropian? Do marrim anën e këtij apo do marrim anën e atij? Në këtë do këshilloj ti kryeministrin të anë të mbanë. E para njëherë kjo lloj pyetje duhet shmangur, që mos vi puna dhe unë do isha shumë në favor të qëndrimeve principale, po jo të qëndrimeve kush është korrenti më i fortë, sepse në rastin e hedhjes me kokë për bordin e paqes për shkak të situatave politike të brendshme, tregon që nuk është se keni politikë të jashtme goxha parimore, po çfarë po i leverdis më shumë liderit aktual, domethënë siç ka qenë historikisht në historinë e Shqipërisë, që elitat politike kanë bërë politikë të jashtme aty ku ka interesuar elitave dhe jo aty ku i ka interesuar popullit. Natyrisht që elitat janë, domethënë populli shprehet përmes elitave që ka zgjedhur, kështu që presupozohet që ata shprehin vullnetin e popullit. Po të shikosh, nuk është se kene i shpjegim nga në një institucion në Shqipëri që çfarë po ndodh me bordin e paqes, që për çudit madhe ai bordi i paqes ku ne tashmë kemi shprehur atë dakordsinë që do të jemi antar, nuk ka të bëjë nuk thotë as fjalë për Palestinën. Pra ai bord ku do jemi neve është një zëvendësim i OKB-s me një drejtor ekzekutiv si zoti Trump, që po do i pranon shtetet, po do i si pranon, po do i pranon kredencialet e njërit, po do i si pranon tjetrit. Vendimet që do merren atje, po do i pranon, po do i si pranon. Duhet që çdo 6 muaj ky bord i njoftoj atë Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara sipas rezolutës 2803, 17 nëntor në vitit kaluar, por që është në diskrecionin e drejtorit ekzekutiv të bordit. Dhe po ta shikosh, vetë emërtimi bord do të thotë që ka i drejtor ekzekutiv, nuk është se ka një llogaridhënie demokratike. Megjithatë, shumë mirë që do jemi pjesë e asaj. Problemi është që çfarë projekcioni politik ka Shqipëria në këtë konjunkturë të jashtëzakonshme, kur po ndryshojnë vërtet balanca. Domethënë, ne jetojmë sot atë që kemi thënë para 3-4 vjetësh, që pllakat tektonike po lëvizin, sot pllakat tektonike atje poshtë janë përplasura dhe tashmë pasojat e tyre, tërmetet që shkaktojnë tokë, po dalin në sipërfaqe. Dhe një prej tyre është dhe bordi i paqes, një prej tyre është dhe, domethënë, bordi i paqes që do të çojë trupa, do të autorizojë vendosjen e forcës stabilizuese ushtarake në Gaza, ndërkohë që në Gaza vazhdon, nëse nuk vriten 100 ditë, vriten 10 ditë, nëse nuk zhduken, ku diun, 30 apo 40, diçka më pak, ushqimet, apo gjithë problematika që ka shoqëruar Gazën nga 7 tetori 2023. Kështu që ajo që është për tu interesuar, le të themi, unë do doja që dikush nga Ministria e Jashtme apo nga establishmenti apo nga burokracia që merret me politikë të jashtme në Shqipëri, Komisioni i Jashtëm i Parlamentit, të bënte një zbërthim çfarë po ndodh sot, domethënë në botë. Kush është perspektiva? Shiko, ne dashje pa dashje jemi në atë zonë të botës e cila për 1 milion arsye nuk është stabilizuar. Ballkani, qoftë ky perëndimor apo jo perëndimor, nuk është stabilizuar që nga koha e Osmanëve, që nga koha e luftës ftohtë, mbetet një zonë ku shumë kollaj mund të ndizen konflikte etnike në Bosnjë apo edhe në Kosovë, siç kemi parë me Banjska apo me Iber Lepencin apo potencialisht me gjëra tjera. Dhe kur shikon që strategjia e sigurisë kombëtare e Shtetet e Bashkuara të Amerikës i konsideron rusët partner, kurse strategjia e sigurisë kombëtare e Britanisë Madhe i konsideron armiku i duhet mundur, ka një gjë që ne jemi midis të dyjave, ne jemi dhe aty. Britanikët edhe si pjesë e këtij koncerti tashmë evropian, jo më BE, por është një koncert evropian që dukshëm është aktiv. Nuk po pyet me njëri se çfarë thot Luksemburgu apo Belgjika apo Spanja, se sa çfarë thot. Aq më tepër që Ministrinë e Jashtme u kanë mbarur shteteve insignifikative, si puna e Letonisë, Estonisë, shtete që kanë 2000 ushtarë. Më duket më tepër një përjashtim që kanë bërë ata vetë
nga vendimarrja, për mos mbajtur përgjegjësi vetë BE-ja, duket. Në këtë këndvështrim, vizita e kryeministrit, nuk e di se si shkon me ambicjet tona për politikën e jashtme, po themi integrimin euroatlantik. Ambasador, një përfaqësues i industrisë ushtarake italiane, përfaqësues i rëndësishëm, më thoshte që do kemi luftë. Po përgatiten për luftë. Rain Metal ka filluar prodhon 1,5 milion predha në ditë. Aq nuk 1 milion prodhon të gjithë kampi perëndimor. Ka filluar futja në prodhim me tankeve, po studiohet edhe për luftën moderne, dronet, domethënë karakteri i luftës ka ndryshuar, por më trëmbi ky kur tha, do ketë luftë, tha. Dhe a do futemi neve në vijën e frontit? A është një rrezik i tillë? Dhe prandaj u shtrova pyetjen. A është më mirë të jemi me kupolën e Shtetet Bashkuara që kanë një vendimarrje, apo me këta vendet ku njëri bie gozhës tjetri patkojit? Polonia thot bini ca ushtar këtu te unë se kam rrezik rusin, Rumania thot bini ca të tjerë ndej nga unë, Portugalia dhe Spanja thonë ç'pun kemi neve, vrapshi veten juve. Ndërkohë, më ka bërë përshtypje kur para 10-15 vjetësh kam lexuar Jacques Attali, në mos gaboj, kishte një bërë një libër, Projekciona ishte ide, dhe bënte përshtypje ndarja e kampeve që Turqia luftonte. Në atë kohë Turqia ishte një shtet i qeverisur nga një junt ushtarake, introvers, që shikonte punën e vet. Polonia ishte një fuqi e dobët që eksportonte vetëm hidraulik. Ndërkohë Hebreu kishte bërë një libër i cili parashikonte luftën. Pra, ku duhet të rreshtohemi, se duhet ta marrim edhe këtë opsion edhe. Si mua edhe një fund, nuk më ha mendje që Amerika do refuzoj perandorinë e saj, do refuzoj zonën më të pasur të globit që është Europa. Lufta është bashkëkombëtare e njerëzimit që kur ka rekorde të shkruara, bëhet fjalë për lufta, kështu që nuk është një çudi e madhe që të ketë përsëri luftë. Me një rezervë të vogël, por që është jashtëzakonisht signifikante, deri më sot nuk kanë qenë prezente armët bërthamore. Dhe kur flitet me një lloj mendje lehtësie për përdorimin e armëve taktike, por jo vetëm, po janë taktike, jo po me rrezet kufizuar. Zhdukin vetëm një qytet, jo komplet Kur dëgjon ekspertët e armëve bërthamore, shkencëtarët që janë marrë me këtë punë, domethënë ne të tjerëve që kam parë një herë një emision lidhur me raketën Oreshnik, edhe dikush e komentonte në bisedë me një shkencëtar bërthamor si një armë parabërthamore, pra me një efekt shkatërues. Dhe ai i shkreti që nuk dinte i shkencëtari se si ta shpjegonte sa më qartë që po krahasonin dy gjëra që nuk mund të krahasohen. Domethënë sado e fortë, sado e rrezikshme, sado shkatërruese që tjetë raketa Oreshnik, është e pakrahasueshme me dëmin që shkakton një raketë bërthamore. Kështu që për të kthyer ke rreziku i luftës. Rreziku i luftës është permanent në çdo kohë. Aq më shumë tashti me ndryshimin e raporteve të fuqisë. Shansi vetëm që të mos ketë luftë është ekzistenca e armëve bërthamore. Sepse besoj... Nuk e tregon që edhe me armë bërthamore bëhet luftë, pranë një natyre. Po të shikosh se si është zhvilluar lufta në Ukrainë, gjithmonë armët që janë dhënë Ukrainës i ka pas me një dorë të lidhur nga mbrapa, këtu do ta përdorësh të mos e përdor, këtu do ta japim të mos ta japim. Pra duket sikur nga perëndimi ka pas një dëshirë të jashtëzakonshme që ta marrin Ukrainën në luftë, po ama njëkohësisht edhe që të mos e fitonte luftën, sepse një fitore e Ukrainës në luftë, siç u pa gjatë ofensivës kundër ofensiva e Ukrainës diku pranverë 2023-shit. Bëri që rusët nxorën nga magazinat armët bërthamore taktike që dhanë të kuptonin që në rast se do kishte avancim të mëtejshëm, siç ishte në atë kohë besimi që shumë shpejt trupat e Ukrainës do të shkonin në Moskë, dhe ata bën me dije që një ditë bukur do t'i përdornin. Pra, janë shakara, si thua, apo janë baste që ti nuk e di sa mban kundërshtarin. Është që ke vështirë ti vësh sepse nuk e di përfundimin asnjëherë. Megjithatë, politikisht, Gjermanët ka thënë do ketë luftë deri në 2030. Britanikët më duket kanë futur shërbimin e detyrueshëm ushtarak, apo të paktën po thonë që do na duhet për të mbrojtur interesat e Britanisë së Madhe, do na duhet që të çojmë në luftë dhe të na vriten djemtë edhe vajzat. Në Francë po ashtu. Pra, atmosfera e luftës në Europë, në Poloni gjithashtu. Atmosfera e luftës në
psiqikën e njerëzve, në kopshte qerë dhe shkolla, në shtëpia, në Suedim kanë thënë që është muhabet në për tavolina familjare rreziku i luftës të tjera. Pra ka goxha psikoz lufta. Dhe thonë që ndryshimet e rendit ndërkombëtar zakonisht kanë ndodhur pas një lufte të madhe. Rastin e ndryshimit të rendit nga Britania tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo bë pa luftë për 1 milion arsye kulturore dhe siç erdhën punët, domethënë. Problemi është që në për çfarë ndryshim rendi kemi fjalën. Domethënë, është fjala për ndryshimin e rendit nga Perandoria Britanike në rendin e ekonomisë politike amerikane të Alexander Hamiltonit, të sovranistëve. E kemi fjalën për ndryshimin e rendit midis perëndimit dhe lindjes. Kam përshtypjen që këto dyja këto po ndodhin njëkohësisht. Edhe një pjesë e mirë e tornadove dhe stuhive që prodhohen janë nga vakumi që krijon rritja e Kinës, pra duke u rritur shumë Kina krijon këtë lloj vakumi në perëndim që perëndimorët e ndjejnë vetëm që e kanë humbur garën me lindjen. Kështu që për të rënë pak më shkurt, gjithçka që po mundohem të tjerë është jashtëzakonisht e rëndësishme në qoftë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës me zotin Trump në krye do të jenë në gjendje të imponohen, nuk do ketë luftë. Sepse nuk janë të interesuar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës për momentin nuk janë të interesuar të bëjnë luftë, sepse dhe nuk janë në gjendje të bëjnë luftë. Si thash pak më përpara, nuk kanë bazë industriale. Ushtria është pa përgatitur sepse ka bërë një ndryshim të doktrinës ushtarake mbas luftës në Vietnam, nga lufta me trupa në luftën vetëm nga ajri, dhe të bësh luftë vetëm nga ajri me rusët dhe me kinezët, nuk besoj se bën dot luftë vetëm nga ajri. Jo, e ka planifikuar të bëj luftë me shtetet vogla. Dhe më tepër si reprezalje se sa një luftë frontale klasike, si ajo që zhvillohet në Odessa. Ajo që është shumë interesante për të ndjekur është pse duan europianët të bëjnë luftë. Europianët duhen të bëjnë luftë me rusët. Kjo shumë interesante. Sepse mua më duket deri vonë sikur i shtynte Bideni që të futeshin në luftë. Tash po shikoj që e pas kanë oreksin vet. Unë mendoj që në të themi në gjenezë, në DNA-n e përpjekjeve për luftë është teoria e famshme Hafer Mackinder, Heartlandit edhe Rimlandit. Pra Heartlandi është nga Gjermania, Ukraina, Rusia dhe deri në Kinë. Dhe sipas Hafer Mackinder, kush kontrollon këtë zonë, kontrollon gjithë botën. Dhe në qoftë se do i lihet Rusisë që të ketë kontroll edhe Ukrainën, është një fuqi e madhe për shkak të burimeve natyrore që ekzistojnë dhe të rrugëve të lëvizjes të ekonomive, të rrugëve të tregtisë. Kështu që britanikët kanë qenë gjithmonë të interesuar që të kishin atë brezin që quhet Rimland, që fillon të rreziqet nga Ballkani dhe vazhdon deri në Japoni, në Kamchatka, ku Turqia luan një rol të jashtëzakonshëm në gjithë, sepse që nga Bosfori dhe deri në Kinë janë të gjitha zona ku ka popullsi që flasin një variant të turqisë apo një tjetër. Dhe 400 milion. Është interesant një moment se sa jashtëzakonshëm është roli i Turqisë në gjithë të që po bisedojmë, edhe në raportet me Izraelin apo me Shqipërinë. Domethënë, ajo që do duhej të kishim ne kujdes është të mos bien viktime në një lloje të megalomanisë në raporte me këto shtetet. Domethënë, Turqia e Izrael kanë goxha interesat përbashkëta në Siri, ku së bashku e përmbysën atë burrin që iku në Moskë. Por më tej pastaj interesat ju ndahen, sepse në ato që ndodhi në Iran për vitin e ri në fund të dhjetorit, fillim të janarit, trupa kurde vajtën që të ndihmonin kryengritsit për të përmbysur regjimin atje, trupa kurde të cilët Turqia njoftoi regjimin që po vinin dhe u morën masat që ato u neutralizuan. Pra kush i çoi kurdët, quan dikush që ka të bëjë me Izraelin apo edhe me dikë tjetër, kush i doli kundër, i dolin turqit, sepse turqit kanë një rol ekuilibristit të jashtëzakonshëm, ndërkohë që në atë sulmin e parë që u bë ndaj Iranit, Azerbajxhani ka luajtur një rol të dorës parë në ngritjen e dronëve apo të avionëve apo të spionëve që morën pjesë në goditjen e luftës së 12 ditore, dhe kam përshtypjen që azerët në zor se lëvizin dot pa të paktën pa patur dieni turqit, apo në rastin e goditjes avionëve bombardus strategjik në bazat në Irkutsk,
ka pasur njësi nga Azerbajxhani që janë përfshirë në gjithë operacione që mendohet që është organizuar nga MI6, CIA dhe Mossad së bashku, po është përzierë dhe Azerbajxhani që indirekt për të mendosh edhe Turqinë. Dhe për ta mbyllur gjithë historitë të Turqisë ka një moment që është shumë interesant për të mbajtur parasysh. Turqia është i vetmi vend i NATO-s deri më sot që ka rrëzuar një avion rus. Diku nga viti 2016, kur NATO kishte marrë vendim që po të shkelësh hapësira ajrore NATO-s do rrëzohej dhe ishte raportuar disa herë që ishte shkelur hapësira ajrore nga vendet e Balltikut, në Angli, asnjëherë nuk ishte guxuar. Avioni që shkeli hapësirën ajrore të Turqisë, që është mohuar totalisht nga rusët, por sipas turqëve ka qëndruar në hapësirën 17 sekonda. Turqit nuk hezituan e rrëzuan avionin. Nga ana tjetër, kur bë kryeministri i shtetit, disa muaj më vonë, Putin, presidenti i Rusisë, ishte i pari që morin telefon Erdoganin dhe u interesua për shëndetin e tij. Pra, dhe për gjendjen në çfarë. Pra kemi të bëjmë me një Turqi absolutisht elastike që di vërtet të manovrojë në këtë situata kaq të koklavitura, ti shërbej vetes vet, pa ma mos jetë gur shahu i britanikëve apo i izraelitëve apo i amerikanëve. Pra dhe në gjithë të histori ekzistenca, mbijetesa e Shqipërisë, nëse na kujtohet në 97-ta, Tansu Çiller bëri një deklarat kur kufijtë e jugut të Shqipërisë pothuajse ishin zhdukur dhe gjithkush i vepronte si të kishte qef. Kryeministri i asaj kohe e Turqisë bëri deklaratën dhe tha që për Shqipërinë, për sigurinë e Shqipërisë është garante Turqia etj. Pra kemi një marrëdhënie goxha të cilën duhet ta kultivojmë. Për të cilën do duhet të jemi ekuilibrist në maksimum, domethënë sepse turqit dhe izraelitët vërtet edhe bashkëpunojnë, po ma gjuhën më të ashpër kundër izraelitëve presidenti Erdogan e përdor. Megjithatë në Haifa çdo natë shkarkoheshin 27 anije turke. Absolutisht. Sikurse për këtë që thatë që rrëzojnë avionin, po pastaj Erdogani shkoi në Moskë dhe i kërkoi falje, ishte një keq kuptim, tha. Dhe gjithsa jo, unë kam parasysh hartën, ishte vetëm një hundë e vogël e Turqisë që dilte dhe avioni, si më thënë, nuk kishte në plan të shkelte hapësirën ajrore turke. Thjesht kaloi sepse ishte një hundë toksore dal aty. Por Turqia donte të jepte një mësim. Absolutisht, domethënë jo Turqia donte të jepte rusëve, po më shumë donte të jepte aleancës perëndimore që unë jam antar i një aleancës, nuk jam një llafazan si ju të tjerët që bëni llafe dhe nuk e zbatoni atë. Pra në këtë këndvështrim Turqia mbetet një aktor absolutisht serioz i skenës. Edhe në Libi, po ta shikosh, ju ka treguar italianët dhe francezët që Turqia është mishngënëse, jo barngënëse, si janë ata. Kështu që, domethënë, u fut në luftë Franca, po përfitoi faktikisht Turqia në gjithë atë katrahur. Gjithsesi, kjo problemi i industrive ushtarake që do ringjallën tek neve, që do ketë investitorë izraelitë, shikoni serioz apo më tepër një propagandë. Unë për mendimin tim është propagandë, është public relation, domethënë industria ushtarake nuk është rrobaqepsi, e cila dhe rrobaqepsia do një atë që quhet supply chain, do një linjë furnizimi që njëri do prodhoj këtë, njëri do prodhoj atë. Domethënë uroj që diçka të ndodhi, do ishte gjë shumë e mirë. Nuk kam besim që diçka do të ndodhi sepse mënyra se si projektohet është që industria ushtarake pa një gjë konkrete. Domethënë ne mund të themi shumë gjëra, ne kemi thënë që prodhojmë edhe makina, se është një kompani që merr ca pjesë dhe prodhon ca kështu. Është një makinë aty kushton diku në mos gaboj nga 4 deri në 14 milionë, sepse ka sistemin e jamming elektronik etj. Nuk është problemi të veshësh një makineri me llamarina, domethënë. Ajo që më ka bërë mua përshtypje sa kam parë është që dijenia, ajo që quhet know-how, është baza për të zhvilluar një gjë më tutje. Është një qytet shumë i vogël në periferi afër Vienës, një Wiener Neustadt, që ka qenë i famshëm në para luftës së dytë botërore për prodhimin e avionëve, motorëve të avionëve, po edhe të avionëve. Dhe në luftën e dytë botërore, aleatët me një zell të jashtëzakonshëm, jo patate, po nxorën ujë të zi në Wiener Neustadtit, që nuk kishte më as i pemë, aq keq u bombardua.
Mbas 10 vjetësh filloi përsëri industria e prodhimit të avionave, sepse gjithë njerëzit që banonin rreth për qark dinin me çat merreshin, dinin se si bëhesh ajo punë. E një këta që më thuhet për industrinë e automobilave në Çeki, megjithëse nga komunizmi u dëmtuar shumë, në momentin që ju dha mundësia, ata njerëz që dinin të bënin automobila gjetën njëri tjetrin. Sikurse ka të bëjë me ne, që ata që dinin të bënin barutin, ata që dinin të bënin fishekun, ata që dinin të bënin automatikun, ata janë zhdukur, kanë humbur si dieni, sepse industri ushtarake apo industri çfarëdo nuk është fabrika, nuk është makineria e bleve. Pa ai personi dhe sidomos në kohët e sotme është ajo që quhet linja e furnizimit. Pra, ti do të prodhosh një gjë, po duhet bakri ku do e marr, duhet baruti ku do e marr, duhet ky komponent, duhet kapsolla që do prodhosh fishek, nga do vi ku do shkojë, ku janë rrugët. Dhe ajo që të bën pesimist në Shqipëri është që nëse ne kemi pasur një port 17.000 tonësh në kohën e komunizmit, ai porti jon sot nuk mban shumë se 7.500 tonë. Pra, ne edhe portet na janë mbathur nga rëra se nuk kemi drag që t'i hapim. Mendo pastaj që të kesh trena apo linja furnizimi që të më thënë, më shpjegonte dikush pse Slovakia është aq e suksesshme në industri tash, sepse ka komunikacion të hatashëm, domethënë hekurudha, rrugë, lumi që kalon aty afër, dhe ata nuk kanë nevojë për asnjë magazin, se nëse ju duhet një diçka për të prodhuar një televizor Samsung për shembull, gjithë magazinat që janë rreth për qark marrin porosinë në mëngjes se çfarë duhet dërgojnë atje dhe për 2 orë, 3 orë të gjitha janë atje. Pra, industria sot funksionon paksa si ndryshe në krahasim me çfarë kemi pasur ose çka mundi imagjinat, le të themi, kur mendoj uzinën e traktorëve ku kam pas punuar, ku bër praktikë mësimore. Nuk funksionon më ashtu dhe këto uzinat e industrisë luftës. Po, është akoma rruga e Enverit. Domethënë këto e para është tregu, e dyta pse u desh kaq kohë që gjermanët bënin një fabrikë që prodhon 155.000 njerëz. Se e para punës janë nuk dinë se sa copë do ju duan, sa do të jasi lufta, dhe se si del investimi, pra që ose harxoj 10 milion sot për të prodhuar këto, ku do t'i shes që fitoj 100 milion. Dhe ajo që i ve vullën fare gjithë këtyre industrive të luftës është që sot Europa është situatën e vet ekonomike më të keqe që ka qenë ndonjëherë në historinë e saj, në kuptimin financiare, borxhet, praktikisht nuk merr dot më borxh. Tashti gjermanët duan të harxojnë ka të 1 trilion, më duket, 500 miliard. 800 miliard, po të 1 trilion. 500 miliard për infrastrukturë. Që në vitin 2030 të kenë kapacitete luftarake të barabarta me ato të fundit luftës sot. Ku do gjejmë parat? Është shumë interesant që i japin Ukrainës 90 miliard euro kredi, bazuar në kolateralin se Rusia do humbasi luftën dhe do ju paguajë reparacione këtyre fitimtarëve, dhe nga reparacioni që do paguajë Rusia, do paguhet kredia që këta po i japin Ukrainës sot. Domethënë, ajo subprime mortgage e Amerikës në vitet që plasi kriza në 2008, është themi një prallje jashtëzakonisht e besueshme në krahasim me këtë që dëgjon nga europianët sot, që do marrin parat nga rusët që të paguajnë borxhin që po marrin për pra ti me 90 miliard apo me 180 miliard ti e kolapson gjithë sistemin financiar evropian. Uroj që ta kem un gabim edhe të lulizoj Europa që ne e duam më shumë, po me të shpikojnë të sy, me të më dëgjojnë të vesh lumësine, me të shpikojnë të sy mirë ne, domethënë nuk duket që të ketë në Europë sot njerëz me këmbë në tokë që t'i thonë të bardhës së bardhë dhe zezë dhe prandaj po të shikosh nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, zoti Trump ka qenë jashtëzakonisht i qartë në kohët e fundit. Më duket se edhe në Davos, nuk jam kundër Europës, po jo me këta lidera që janë sot në Europë. Kështu që ai shpreson që këta të mos jenë më vërdall, që nga Mersi, Keir Starmer dhe deri ke Macroni dhe kur dalin lidera të tjerë të krijojnë marrëdhënie të tjera. Megjithatë, shikohet një kokëforci e Europës me rizgjedhjen e Van der Leyen, me riciklimin e të njëjtës klasë politike që ka drejtuar këto 20 vjet të fundit. Dhe kam frikë se nuk do e harrim asaj dite që ne të futemi në be. Ndoshta do futemi, do jetë kjo lëvizja e lirë, të cilën e kemi, po edhe qëndrimi aty, po pak si vështirë që të jetë ky bashkim evropian që ekziston sot. Gjithmonë më shumë, sidomos në botën gjermanisht folse, pash një njoftim për studime ekonomike të ekonomisë krahasuar me qendër në Vjenë, që thoshte është pothuajse i përfunduar modeli se si mund të integrohen vende si Shqipëria apo Malizi që do jenë ajo rrethi i dytë, domethënë, nuk do kenë të drejtë
vote, nuk do kenë të drejtë të marrin pjesë në vendimarrje, do jenë si OJF që vjen vërtet si këto të atashuara pranë Bashkimit Evropian. Natyrisht për ne është më shumë rëndësi që të marrin pjesë në tregun unik. Na japin ndonjë fond për tregun unik dhe fondet e kohezionit janë shumë të kemi mundësi që edhe të investojmë edhe të. Po ajo fondit e tregut unik deri më sot ka prodhuar jashtëzakonisht shumë pak stimul për ekonominë shqiptare që të mund të prodhojë në gjë që të marrë pjesë në tregun unik. Ka përshtypjen një pjesë e mirë edhe problemi është që e vënë rrugës, edhe mund të vepronte sistemi. Ktu është problemi i madh i gjithë fondeve që vinë në Shqipëri dhe nuk e di se si do jetë, ndoshta kur të jenë më shumë a do investohet një pjesë aty, a nuk do investohet. Po të shohim, shpresojmë gjithsesi një qarësh, po u pasuruan ca njerëz, si i thaj, nga komshiu i pasur nuk e kur që der. Për sa i përket disbursimit të fondeve, problemi i jashtëzakonshëm është mungesa e monitorimit politik si nga Bashkimi Evropian ashtu dhe nga shteti shqiptar, kur vjen puna për këto fondet e kohezionit apo fondet e ndihmave apo që janë këto grantet. Në momentin kur establishmenti politik i vendeve të Bashkimit Evropian mjaftohet me alokimin e këtyre fondeve dhe nuk interesohet më fare se çfarë ndodh me ato fonde, çfarë efikasiteti patën, përse i harxuam paratë e taksapaguesve italianë, domethënë nuk pyet më njëri në Itali, ore fondet që i keni dhënë Shqipërisë, për çfarë janë harxuar apo për çfarë janë spëzuar dhe çfarë efikasiteti kanë pasur. Aq më pak në Shqipëri. Dhe ky është një raport i përmbysur midis asaj udhëheqësve të zgjedhur dhe administratës. Dhe problemi i epokës që jetojmë është mungesa e llogaridhënies demokratike pothuajse kudo në botë. Domethënë liderat e zgjedhur kanë gjetur të gjitha mënyrat që t'i shpëtojnë llogaridhënies demokratike. Po të shikosh, zoti Trump sot nuk ka absolutisht asnjë hap të ndërmarrë në kuadër normal të procedurave me Kongresin. Gjithë ka me urdhra ekzekutive. Nuk do të them që po bën gabim, mbasi shumë gjëra po i bën mirë, po dua të them që llogaridhënia demokratike është e minuar. E qartë. Ambasador, për sa i takon Shqipërisë, juve thatë që mund të futen në Bashkimin Evropian me një paketë të veçantë. Në fakt e ka thënë edhe Rama, ka thënë na fusni, mos na jepni të drejtë vote të tjera. Por çka do thotë vetëm na jepni ndonjë lek në këto projekte, se nuk po duam gjë më tepër, sepse edhe vetë BE e ka parë në rastin e Orban, po flasim për shembull, që parat i përdor për fushat elektorale Orban, i çon në zona ku mbahen me subvencione fshatarët që pastaj votojnë për të. Po Kosova përfshihet në këtë paketë apo? Problemi është që defekti shumë serioz që ka kjo lloj qasje ndaj integrimit, ne kemi harruar se ku nisëm në 2003. Në 2003, perspektiva europiane e vendeve të Ballkanit Perëndimor ishte që fërkimet nacionale midis vendeve të Ballkanit mund të trajtoheshin në mënyrë benigne, që thuash që mos ishin problematike, në një ombrell që ishte Bashkimi Evropian. Tash në momentin që Kosova në lë jashtë, Shqipërinë e degradon në vend antar, po pa se problemi është që ti vërtet nuk do të kesh komisioner dhe do të jesh i rrethit të dytë. Po pastaj ti nuk ke më identitet. Për çfarë je një shprehje gjeografike apo je një korporat e atashuar pranë një sistemi më të madh që t'i japësh ca buke, ca ujë, ca njerëzve aty që pas ka nevojë për këto se nuk i prodhojnë dot vet. Se kështu i bie, mjafton të marrim ca ndihmë që kam frikë se duhet një stimul për zbrazjen akoma më tepër të vendit në momentin që ti fiton të drejtën të punosh atje, të ikën dhe të fundit. Pasoja që imagjinoj unë, kështu ka ndodhur kudo në botë, nuk ka pse të mos ndodhi me neve, është rilindja e një nacionalizmi shqiptar, i cili njësoj si nacionalizmi serb, do jetë problem për gjetur hapësirën e vetë në Ballkan, sepse do lindi patjetër. Në momentin që ti e trajton njeriu vetëm si qenie që do buke ujë, të nesërmen do të shikosh që njeriu ka nevojë për identitet. Dhe identitetin shqiptar ka mbijetuar me shekuj dhe në një formë ose në një tjetër me gjithë politikat e mbrapshta të elitave në territoret e Shqipërisë apo të aty ku flitet shqip, do mbizotërojë një ditë dhe do dali do bëhet problem siç u bë në vitet 97, 98, 99, ku në samitin e Selanikut u dha premtimi që e ardhmja juaj është në Bashkimin Evropian dhe të gjitha problemet etnike, siç ka zgjidhur problemet etnike midis Italisë dhe Austrisë apo dhe Gjermanisë dhe Francës etj etj, do zgjidheshin dhe problemet tona. Kështu si po degeneron antarësimi ynë,
kam frikë që nuk adreson atë problem për të cilin jemi nisur. Sepse realisht projekti nuk ka qenë që ne do hanim bukë më mirë dhe do pinim ujë më shumë, apo do kishim jetë më të mirë materiale. Problemi është identitar dhe psikologjik dhe politik. Në këtë këndvështrim... Që ne të ndiheshim Europian, pjesë me drejta të e Europës. Patjetër. Po ama si shqiptar, me identitetin ton kulturor dhe etnik. Në momentin që për shkak të integrimit ti e shuan të lloj identiteti, atëherë çfarë qenie është kjo që është. Domthonë, shumë interesante të bisedosh me shqiptarët e Amerikës se sikur kanë vajtur në Amerikë në fillim të shekullit të kaluar, kanë dalë të bëjnë amerikanë dhe pastaj papritmas nga vitet me kalimin e kohës, duke parë që të gjithë tjerët kanë një identitet, kanë qenë edhe këta në kërkim të identitetit tyre dhe shpesh të dyzuar se mos janë grek, se mos janë turq, se mos janë këtu, derisa kanë gjetur realisht identitetin e tyre si shqiptar. Dua të them që në momentin që njeriu fillon dhe nuk i ka problemet e mbijetesës, do patjetër identitetin, dhe kjo ditë ka për të ardhur shumë shpejt. Për më tepër ka ardhur, po ti shikosh, njerëzit kërkojnë, madje ngatrohen edhe me mite jo shkencore, të që apo kjo tregon etjen që kanë për të treguar identitetin e tyre. Eksakt. Ambasador, si gjithmonë kënaqësi prania juaj këtu. Faleminderit juve për ftesën dhe për mua. Faleminderit dhe juve që na ndoqët, natën e mirë.